Një nga krimet të mëdha zgjedhore për Partinë Demokratike mbetet se nuk arriti të fuste në parlament mjekun e Ilir Ali Mehmeti. Ajo votua me 17.500 vota, por vetë forca politike demokratike nuk mori më shumë se një mandat deputeti nga lista e hapur. Lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha vlerësoi figurën e Ilir Ali Mehmetit, një nga kandidatët e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit, i cili në këtë zgjedhje vërtetoi se ishte veprimtar shumë i respektuar dhe i çmuar. Ku gaboi Sali Berisha që humbi një aset të çmuar për Partinë Demokratike? E vërteta është se nuk e humbi fare. Ai është një luftëtar i çmuar dhe i shquar i Partisë Demokratike dhe tregoi shkallën e lartë të pëlqyeshmërisë që ka qytetarët për te. Natyrisht, listat mund të ishin në disa lloje, por fakti që ai mblodhi ato vota dëshmoi se ai është një veprimtar shumë i respektuar dhe i çmuar. Ndërkohë Ilir Ali Mehmeti nuk arriti të merrte mandat edhe pse mori 17.500 vota në listën e hapur të Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, pasi Partia Demokratike mori 13 mandate dhe në listën e hapur arriti të merrte mandate vetëm Jorita Tabaku, e cila mori mbi 20.000 vota. Burime të mirë informuara thanë se mjeku i njohur Ilir Ali Mehmeti do të jetë kandidat për kryebashkiak i Tiranës, si në rastin e zgjedhjeve të parakohshme vendore nëse Rama vendos, ashtu dhe në zgjedhjet e radhës të vitit 2027.